Gabova në Shqipëri, ndërtova shumë shpejt. Këto fjalë nuk i tha opozita, i tha vetë Mohamed Alabar, investitori të cilit Edi Rama i dorëzoi portin e Durrësit. Kur vetë investitori pranon se projekti u bë me nxitim, se ka bërë gabim, dikush duhet u përgjigjet shqiptarëve. Kush e mori vendimin, kush mban përgjegjësi dhe kush do ta pagojë faturën? Kush përgjigjet për vendin që mbeti pa portin e vet kryesor? Kush paguan nëse nesër arbitrazhi na kushton qindra miliona euro nga taksat tona? Dhe kush u përgjigjet familjeve që dhanë kursimet e tyre për apartamente në ajër? Në vitin 2021, porti i Durrësit, pika kryesore e tregtisë së jashtme të Shqipërisë dhe një aset strategjik për një vend antar të NATO-s, priste investime nga Bashkimi Evropian për modernizimin e tij. Në vend të modernizimit, Edi Rama vendosi që porti t'i japte rrugë një projekti privat prej miliarda euro. Pa tender, pa garë, pa digjesë publike. Një nga asetet strategjike të Shqipërisë u trajtua si pronë private e kryeministrit. Sot, disa vite më vonë, vetë investitori pranon se ka gabuar. U propagandua me të madhe se dhe Monaco do na kishte zili, se do hapeshin 10 mijëra vende pune dhe se miliarda euro të ardhura do i shkonin Shqipërisë. Ndërkohë situata sot është dramatike. Godinat e para janë duke u fundosur, sipas vetë raportimeve të qeverisë të institucioneve shqiptare, ndërsa modeli financiar i projektit tregon se një pjesë e rëndësishme e ndërtimit mbështetet te paratë e blerësve që kanë paguar apartamente në ajër. I gjithë risku dhe i gjithë dëmi i është lënë në supe qytetarëve shqiptar. Mbi të gjitha, Shqipëria sot është në një situatë absurde. Porti ekzistues është i paralizuar, ndërsa alternativa që do duhet ta zvendësonte nuk ekziston. Porto Romano është një tjetër aferë e rëndë që prek paratë e shqiptarëve, por dhe sigurinë e tyre kombëtare. Kjo nuk është vetëm çështje mashtrimi financiar, është një emergjencë ekonomike, strategjike dhe kombëtare. Partia Demokratike ka kërkuar vazhdimisht transparencë, hetim dhe publikimin e plot të kontratës me grupin Alabar, përfshirë klauzolat e arbitrazhit, afatet dhe detyrimet e shtetit shqiptar. Ne i bëjmë thirrje edhe një herë SPAK që të nisë hetimet menjëherë për aferën më të madhe të ndodhur në vitet e fundit dhe të përgjigjet thirrjeve të qytetarëve shqiptar për të vepruar kundër korrupsionit dhe shitjes së interesave kombëtare. Nuk mund të ketë heshtje kur një aset strategjik kombëtar jepet pa garë, kur vendi mbetet pa port dhe kur qytetarët përballen me faturën e kripur të vendimeve antikombëtare të kësaj qeverie. Kjo çështje do duhet të hetohet deri në fund dhe përgjegjësit duhet të japin llogari. Sot përballë çdo shqiptari janë dy vizione shumë të qarta dhe diametralisht të kundërta për vendin tonë. Nga njëra anë është betoni, klientelizmi, vjedhjet, shpopullimi dhe trajtimi i Shqipërisë si një pronë private e kryeministrit. Nga ana tjetër është vizioni ynë, bindja jonë për Shqipërinë, Shqipërinë prodhuese të punës, të inovacionit, të meritokracisë. Ne kemi një alternativë krejt të kundërt me të Ramës për Durrësin, për Vlorën dhe për të gjithë ekonominë shqiptare. Për ne, porti nuk është një truall për kulla. Porti është porta hyrëse e një korridori ekonomik, është porta e Ballkanit drejt Europës. Vizioni ynë është Interporti, porte moderne të lidhura drejt për drejt me Ekurudh dhe rrugë me Tiranën, me Kosovën, me Maqedoninë e Veriut, me korridorin e 8, me terminale kontenerësh, me zona industriale dhe logjistike, dogana të digitalizuara dhe lidhje të drejt për drejta me tregjet europiane. Kjo do të sjellë vende pune në Durrës, në Vlorë, në Fier, në Elbasan dhe mëtej, punë në logjistik, në transport, në teknologji, në përpunim dhe në industri. Kjo bën që fermeri shqiptar të çojë prodhimin më shpejt dhe më lirë në Europë. Kjo bën që sipërmarrësi shqiptar të mos mbytet nga kostot e transportit dhe të burokracisë. Prodhimi shqiptar nuk do të ngecë në magazina, por do të dalë në tregjet europiane. Dhe kjo është Shqipëria prodhuese. Aty ku kalojnë mallrat hapen fabrika, aty ku hapen fabrika krijojnë vende pune, dhe aty ku ka punë, konkurrencë, meritokraci dhe perspektivë, njerëzit qëndrojnë dhe nuk largohen. Ky është ndryshimi mes dy modeleve. Ata shohin beton, ne shohim punë, prodhim, eksport dhe sovranitet ekonomik. Ata shohin klientelizëm, ne shohim qytetar, familje, fermer dhe sipërmarrës. Ata e shohin portin e Durrësit si truall për kulla, për ne porti është ekonomia e një kombi. Porti i Durrësit nuk i përket asnjë kryeministri dhe asnjë investitori. Ai u përket qytetarëve shqiptar dhe ne të gjithë bashkë do ua kthejmë atyre.